sa exit pollet. Po, më afër se exit pollet. Nuk ishim edhe ne 100%, por më afër. Jo, 100% s'kemi qenë. Por jemi duke menduar a është mirë ose është keq. Është krijuar një mosbesim ndaj exit polleve. Është e vërtet kjo. Edhe nëse shkojmë në projekcion... Nuk e di pse është krijuar ky mosbesim. Do të vendosim në momentet e fundit nëse do të shkojmë apo jo me projekcion. Ne e kemi projekcionin, realisht i kemi dhe tash disa prej numrave që i përpunojmë, natyrisht kjo është për dënim të brendshëm. Projekcioni duket jeti i frikshëm. Edhe mos ja pinte se është herët, janë edhe 3 ditë, mund të ketë lëvizje elektorale. I frikshëm kuptimin e çfarë mund të ndodhë gjatë këtyre ditëve. Po, mund të ketë lëvizje nga një anë në anën tjetër. Por ajo çka mund ta themi prej tashmë që është edhe nëse vendosim dalim me projekcion, do të jetë momentin e fundit kur vendosim unë Fidani edhe e kushtrimit cili e merr përgjegjësinë që ta vendos gjithë kredibilitetin e tij. Jo, para ekranit, për t'ja shëlluar rezultatit. Besoj shikuesi e ka parë adresën në vazhdimsi, krahas adresës Arbenit, krahas adresës Arbenit, adresën televizive të mirë komunikimit, të profesionalizmit, të gjithë përfshirjes, të kolorit, të respektit edhe të pasionit. Besoj nuk janë zgjedhjet e para që e dëshmojnë një gjë të tillë. Kjo nuk është për t'u krenuar më shumë se nuk e kemi zbuluar ujin e nxehtë, por kemi qëndruar në standardet profesionale. Dhe